ishte lufta, nuk dua të ngarkoj emisionin me gjëra shumë të randa e të vështira në për cilat ne në atë kohë kemi kalu, por unë kujtoj që edhe gazetarët sot kanë vështirësi shumë të mëdha, sepse sot gazetari si edhe gjithë publiku ekspozohet tek një numër jashtëzakonisht i madh i informacioneve, që në shumicën e rasteve janë kontradiktore, ku ata që do duhet ishin pishtar të kthjellimit, realisht e shtojnë urrejtjen dhe e shtojnë mjegullën, dhe gazetari si transmetues i realiteteve tilla shpesh ndodhet në udhkryq. Kështu që nuk e ka lehtë. E ka mirë se ka teknologji, sot gazetari nuk ka nevojë të mendoj a ka apo nuk ka hapësirë që t'i sjellë rrëfimet e tij para publikut. Ne dikur po e zajmë në gazetë ose në një televizion të vogël 30 minutësh, do të thotë duaj me ngushtu sasinë dhe vëllimin e informacionit dhe me selektu në mënyrë shumë rigoroze çka edhe në çfarë vëllimi mund t'i ofrohet publikut. Sot ky problem nuk ekziston. Por, kjo që ekziston, po shton huti, po shton mjegulli, e me këtë do duhet të shtonte edhe përgjegjësinë e gazetarëve. Nuk i kanë lehtë dhe unë kam shumë mirë kuptim për ta. Faleminderit shumë, Eldiana. E kemi një video surprizë për ty. Wow, hajde. Ta ndjekim. Përshëndetje për të gjithë në studio e një përshëndetje speciale për motrën time, Eldianën. Edhe është motra ime e madhe dhe ka dashuri të pafund për vllahun e saj, ashtu siç kam edhe unë për të. Është një luftëtare pa kompromis për drejtësinë edhe për gazetarinë. Ajo që i kam lakmi është se e kryen punën me një përkushtim të rrallë dhe e tillë është edhe në jetë edhe në profesion. Është një motër e shkëlqyer, është bi e prindve, është një bi e shkëlqyer dhe sidomos është një gjyshe shumë e mirë. I dëshiroj para se gjitha shumë shëndet e jetë të gjatë dhe do t'i sugjeroja që të na përshkruaj pak udhëtimin e saj gjatë varimit të Nën Terezës. Mendoj se është një rrëfim shumë interesant edhe mendoj se duhet të ndarë edhe me shikuesit tuaj. Ju përshëndes dhe ju dëshiroj sukses. E falenderojmë Ilirin, vllaun. Vërtet më befasove, unë sot unë dëgjova me te, po nuk më tha se do t'jetë këto me një mesazh. Ky është vllau im i dytë, vllau im i vogël, është kompozitor me profesion dhe ajo që ka unë e mbaj në mend nga fëmijëria është gjithmonë më iritante shumë sepse nga do që sillej këndonte. Unë isha tip që kisha nevojë për qetësi dhe për libër. Do të thotë jemi absolutisht natyra dhe karaktere me profesionet që dallojnë shumë nga njëri tjetrit. Po unë besoj që edhe vllau im ka përqu mesazhet njëjta përmes muzikës e tingujve të ngjashme me ato që unë i kam përqu përmes fjalës, qoftë dhe paraqitjeve të mia vizive. E pat një kërkesë? Nën Terezën, po. Ku ta filloj? Nën Terezën ka qenë vetmja nobeliste. Ishte periudha kur ne kishim degët e nëndegët e partive, kishim degët dhe nëndegët e Këshillit për mbrojtjen e lirive dhe të drejtave të njerëzve dhe e gjithë puna ime përqendroi në raportimin e ngjarjeve nga tereni. Kur marr lajmin se ka ndruar jetë idhullim Nën Tereza, Nën Terezën unë kur nuk e kam njohur si një gru religjioze. Për mua Nën Tereza ka qenë një humaniste, ka qenë një nën universale e krejt fëmijëve të botës,